7 sekretet e Jungut që e bëjnë gruan të pamposhtur dhe të pakapshme. Sot do të zhytemi bashkë në 7 sekrete të thella, të frymëzuara nga psikologjia e Carl Jungut, ato zakone që e kthejnë një grua në diçka të paharrueshme, jo vetëm për syt, por për shpirtin. Këto nuk janë truke sipërfaqësore. Janë porta drejt një feminiteti autentik, magnetik, që buron nga thellësitë e pavetdijes. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë. Pika 1. Ndërgjegjësimi për vlerën e vetes, dashuria që nuk lypet, por rrezatohet. Imagjino një grua që ecën nëpër botë sikur të jetë tempulli i vetvetes. Ajo nuk pret që dikush t'i thotë ti je e mjaftueshme. Ajo e di këtë tashmë, thellë në kocka, thellë në shpirt. Carl Jung foli për procesin e individuacionit, udhëtimin drejt të qenit i plot, duke integruar të gjitha pjesët e vetes, përfshirë edhe ato që shoqëria i quan të papërshtatshme. Një grua që e njeh vlerën e saj nuk vuan nga uria emocionale. Ajo nuk i ngjit mesazhe të gjata dikujt që nuk i përgjigjet, nuk ul kokën kur dikush largohet, nuk bie në depresion nëse nuk e zgjedhin. Pse? Sepse dashuria e saj për veten është si një lum i pashtershëm, nuk thahet kurrë. Ajo nuk kërkon aprovimin e jashtëm sepse ka gjetur miratimin e brendshëm. Kjo nuk do të thotë arrogancë. Është dinitet i qetë. Kur ajo hyn në një dhomë, nuk ka nevojë të flasë fort apo të tregojë histori mbreslënëse. Vetëm prania e saj flet, unë jam këtu sepse dua të jem, jo sepse kam nevojë të jem. Burrat dhe njerëzit në përgjithësi ndjejnë këtë forcë. Ata tërhiqen sepse ajo nuk është e lehtë për t'u pushtuar, ajo është tashmë e plotë. Pyet veten, sa herë ke pritur një telefonat që të vërtetoj vlerën tënde? Sa herë ke ulur zërin për të mos frikësuar dikë? Kjo pikë të fton të ndalosh së lypuri. Filloni të rrezatoni. Vetëm atëherë do të shohësh se si bota fillon të kthehet vëmendjen pa e kërkuar fare. Pika 2. Misteri i disponueshmërisë, të jesh e pranishme pa qenë kurrë e tëra e zotëruar. Në një botë ku çdo kush është vetëm një mesazh larg, disponueshmëria totale ka humbur magjinë. Carl Jung e lidh tërheqjen e vërtet me atë që ai e quan anima, imazhin e brendshëm femëror që burri e projekton mbi gruan. Dhe anima nuk është kurrë plotësisht e kapshme. Ajo është mister, ëndër, diçka që tërheq pa u prekur plotësisht. Një grua e paharrueshme nuk është online 24 orë. Ajo ka pasione që e mbajnë të zënë, lexon libra të trash, pikturon, udhëton vetëm, takohet me miq që e bëjnë të qesh deri në lodh. Kur ti dërgon një mesazh, ajo mund të përgjigjet nesër, jo sepse të ignoron, por sepse jeta e saj është e pasur pa ty. Kjo krijon hapësirë. Hapësirë ku fantazia e tjetrit fillon të punojë. Misteri nuk është lojë manipulimi. Është respekt për botën tënde të brendshme. Kur ti je gjithmonë e disponueshme, ti bëhesh e parashikueshme dhe parashikueshmëria vret magjinë. Por kur ti ke një jetë të plotë, ti bëhesh si një pyll i errët e i bukur, dikush dëshiron të hyjë, por di që nuk do ta zotëroj kurrë plotësisht. Kjo është fuqia, të jesh e hapur për lidhje, por kurrë e dorëzuar plotësisht. Lejo që ai të përpiqet të pyes, të dëshirojë të di më shumë. Vetëm atëherë ai do të vlerësojë vërtet kohën që ti i jep. Pika 3. Stili si pasqyrimi i shpirtit, veshja që flet për arketipin tënd të brendshëm. Jung foli për arketipet, format universale të psikikës që jetojnë brenda nesh. Çdo grua ka një arketip dominant femëror, ndoshta muza që frymëzon, mbretëresha që sundon me dinjitet, luftëtarja që mbron kufijtë e saj, apo sadgia që di dhe shëron. Stili yt nuk duhet të jetë kopje e trendit të fundit në Instagram. Ai duhet të jetë një pasqyrë asaj që ti ndjen brenda. Nëse je muz, mund të zgjedhësh rroba që rrjedhin si poezi, mëndafsh, ngjyra të buta, detaje delikate. Nëse je mbretëresh, zgjedh linja të qarta, ngjyra mbretërore, aksesor që thon unë e di kush jam. Edhe me një bluzë të thjeshtë të bardhë dhe xhinse, nëse ajo bluzë është zgjedhur me qëllim dhe harmoni me shpirtin tënd, ti do të dukesh si një tablo e gjallë.
Kur veshja dhe shpirti janë në sinkron, ndodh diçka magjike. Ti nuk vishesh për të impresionuar, ti vishesh për të qenë. Dhe ky autenticitet të bën të paharrueshme. Njerëzit nuk mbajnë mend rrobat, ata mbajnë mend ndjesinë që ti lë pas. Pika 4. Fuqia dhe butësia, lumi që gërryn shkëmbim pa bërtitur. Bota moderne na thot se fuqia është zë i lartë, konkurrencë, dominim. Por Jung e dinte që energjia femërore e vërtet është e butë, e rrjedhshme, por e pathyeshme. Si lumi që me vite gërryen malin më të madh pa e ngritur kur zërin. Butësia nuk është dobësi. Është forcë e pafajshme. Një grua që di të jetë e butë nuk ka nevojë të bërtas për t'u dëgjuar. Ajo flet me qetësi dhe fjala e saj mbetet në mendje për ditë të tëra. Ajo prek me dëmshuri, shikon me thellësi dhe kjo krijon një lidhje që asnjë agresion nuk mund ta zëvendësojë. Kur je e butë, ti fton tjetrin të hapet pa frikë. Ai ndihet i sigurt pranë teje dhe pikërisht aty lind dashuria e thellë. Mos u frikëso të jesh e butë. Bota ka mjaftueshëm forcë brutale, ajo ka uri për butësi autentike. Pika 5. Arti i dialogut dhe dëgjimit, heshtja që flet më fort se fjalët. Një grua magjepse nuk ka nevojë të mbushë çdo hapësirë me fjalë. Ajo di vlerën e heshtjes. Carl Jung theksonte rëndësinë e të dëgjuarit të pavetdijes, jo vetëm të fjalëve, por të asaj që nuk thuhet. Kur ti dëgjon vërtet, ti bën pyetje që shkojnë përtej sipërfaqes. Çfarë ndjeu vërtet kur ndodhi ajo? Çfarë të trem më shumë në jetë? Këto pyetje e bëjnë tjetrin të ndihet i parë, jo si trup, por si shpirt. Dhe kjo ndjenjë është rrallë. Shumë pak njerëz dinë të dëgjojnë pa planifikuar përgjigjen e tyre. Heshtja jote e zgjuar është armë. Ajo krijon hapësirë ku tjetri mund të zbulojë veten. Dhe kur ai e bën këtë pranë teje, ai nuk do të dojë të largohet kurrë. Pika 6. Integriteti i personalitetit. Të jesh e plot pa pasur nevojë për gjysmën tjetër. Jungi e quan këtë individuacion, të bëhesh i plot duke integruar hijen, animën, animusin, të gjitha pjesët e fragmentuara. Një grua e tillë nuk kërkon një burr për t'u plotësuar. Ajo është tashmë një univers i tërë. Kjo pavarësi shpirtërore është jashtëzakonisht magnetike. Ajo zgjedh të jetë me dikë sepse dëshiron, sepse ai shton diçka në jetën e saj, jo sepse plotëson një boshllëk. Kjo e bën atë të lirë. Dhe liria është erotike. Liria është seksuale. Liria tërheq më shumë se çdo varësi. Kur ti je mjaftueshme për veten, ti jep dashuri pa llogaritur. Dhe kjo dashuri pa kushte është ajo që njerëzit e kërkojnë gjithë jetën. Pika 7. Maturia emocionale, speranca në mes të stuhive. Më në fund, gruaja e paharrueshme është ajo që ka mësuar të notojë në emocionet e saj pa u mbytur. Ajo ka përballur hijen e vet, ata pjesë të errëta që të gjithë i kemi, dhe i ka integruar me mençuri. Ajo nuk përdor lotet për manipulim, nuk bën drama për vëmendje, nuk reagon impulsivisht ndaj çdo gjëje. Ajo është speranca, e qetë në stuhi, e fortë pa qenë e ashpër. Ky maturim emocional e bën atë një forcë të natyrës, dikush që të tjerët e kërkojnë kur humbasin veten. Përfundimi. Bukuria e vërtet nuk është ajo që sheh syri, është ajo që ndjen shpirti. Kur një grua pranon plotësisht veten, me dritë dhe errësirë, ajo bëhet e paharrueshme. Jo sepse është perfekte, por sepse është reale. Nëse kjo video të preku, lëri një like, ndaje me një grua që e meriton ta dëgjoj dhe më thuaj në komente, cila pikë të foli më shumë. Faleminderit që ishe këtu. Të dua thellë.